Pyetja fundit. Selam aleikum hoxhë nderuar. Nëse burri punon në call center dhe ka menaxherin një gru, që ka me fol me ta çdo javë për m'ia korrigju ajo gabimet apo mi tregu çka ka punu mirë kë. A ka halal edhe gjatë javës, nëse kur ka nevojë me ky me ditë diçka duhet me thirr atë me fol me za. Do me thënë, janë në kontakt të vazhdueshëm. Do me thonë, ajo është një gru e pauzuar dhe fol në telefon sikur me fol me burr të vetin. Unë disa herë i kam dëgjuar disa herë bisedat e tyre. Katastrofa e Allahut është po du me ditë a ka halal, Allah është problem. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Para se me dhonë këtë përgjigje, mirë të tregue vllaznive musliman, edhe motra muslimane, nuk jena na që mujnë mirujt gratë tona, as gratë tona që mujnë më narujt neve, e mos më shku në moralitet. Nëse ne nuk jemi të edukum me ju tut Allahut, që mos më shku vetë, kërkush kërkonës në rull, adi mos ta luj në rolin kërkush, unë ta këshyri ku po shkon e ta vete, ta se kjo o kot. Nëse është një njëri tillë, mos e marto me ta heq. Do të më shku me rull ku po dela e kur shkon në moralitet, mos e marto heq. Por besimtarit do të më rrit vetën e vetë. Muslimanët të kanë detyrë me kujdes për familjen e vetë në çështjet e përgjithshme, ama në detajet e s'ka mundësi kërkush me rujt kërkon nëse ai veç është person i tillë. Dhe nuk do të më shkuën këtë drejtim që ta rujone, se s'munësh. Por do të më shkuën në drejtimin me edukuar me fjalën e Allahut, fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që na secili prej neve vetë me tut Allahut. Që jo na më shkuë në mërtet, po edhe me të thirrë, me ku e diçka ti vetë nuk duhesh me goxhu me bën ato prej Allah subhanahu wa taala, jo prej gruaja se gruaja për burrit. Pastaj çështja e përgjigjes, ne kemi folë edhe më herët, çdo punë e cila është e zakonshme, çdo bisedë e cila është e zakonshme dhe kërkohet, më fol, nuk është haram, illa bazon fjalën e Allah subhanahu wa taala, illa an taqulu qawlan ma'rufa, nëse folet mirë. Ma'rufa, më fol fjalë të zakonshme. Shkon gruaja me blet diçka në banatore, aty është ushit mashkulli, po lejohet me thonë ama që të hapet, që to shka i duhen mi ble për veti. Ose një burë të një shitore që të ushit një grua, ose të ngjashme. Në më thonë, çdo fjalë e cila është e zakonshme, dhe lypet, kërkohet nevoja, është halal me fol. Por është haram masanena me fol në fjalë që quajnë ka dashuria. Fjalë të cilat nuk kanë lidhje me punë. Për shembull ti në call center ti kallzon aty një 3-4 gabime, tonë një 2-3 sahat të fol për zgjedhjet. A vëre këto, atë si zgjidhni ju problemet. Bisedat të cilat janë të nevojshme lejohen nëse folet vetëm për ato që po duhet me dhonë sqarimin, aty ku përfundon nevoja do të me përfundu biseda. Wallahu a'lam.